Përshëndetje TikToku, Xmax, viti 2010-2013, Xmaxet janë me seri. Seria e parë Xmaxit vazhdon nga viti 2005 deri në vitin 2010. Seria e dytë vazhdon nga viti 2010 deri në vitin 2013. Seria 3 2013-2016, seria 4 2017-2021, 2021-2026. Pra, në këtë rasti konkret ne po bëjmë riparimin e amortizatorëve. Nëse ne nuk kemi amortizator efikas të mirë në motor dhe frenimi, mbledhja e motorit në frenat e para, se siç e dim gjithë motori kryesisht mblidhet në frenat e para, nuk është efikas dhe i mirë dhe presupozohet që motori të rrshkasi dhe kryesisht shkon nga krahu djathtë. Ndaj duhet jeni kujdesshëm në pjesën e amortizatorëve, ti shikoni amortizatorin nëse bëjnë zhurma ose nëse kanë xhope ose nëse kanë rrjedhje, dhe rrjedhja është e rrezikshme për arsye sepse momentin që amortizatori rrjedh, shikoni pra se si është bërë ky lloj amortizatori, momentin që rrjedh, domethënë amortizatori gjithë vaji kalon në pjesën e diskofrenit dhe ferrotat dhe diskofreni lyhen me vajin e amortizatorëve, i cili është një vaj hidrolik shumë i keq në përmbajtje. Duhet kuptoni që rrezikoni pjesën e frenimit, motori nuk frenon dhe mund të gëzoheni. Ndaj siguria mbi të gjitha. Kujdes se ku shkeni. Faleminderit.